marrë nga këto zgjedhje? Fillimisht para se me nis me fol për zotrin Albin Kurti, nuk do doja mi kërku falja, sepse e dini besoj keni qenë prezent, kam pas një 5-6 dit, mos them do 10 dit, cilat kanë qenë shumë të këqija emocionalisht për shkak të komenteve fyese që e kam dhënë një nga disa deklaratat. Du t'ju sqaroj njerëzve të mi që thjesht janë mërzit edhe janë mërzit këtë, sepse na këtu jemi me jap opinione sipas këndvështrimit tonë. Të emri Albina Zeneli poshtë dal gazetare, nuk dal analiste politike dhe nuk dal në një subjekt politik. Na këtu ndoshta mundemi me i thonë ato mendimet cilat mundemi me tingëllu ndonjëherë subjektive për shkak që jemi në një shtet, nuk është shtetëri më se i kemi gjithë ato vite që po mundohemi me qenë të pavarur. Unë thjesht kom dash me tregu një anë të timën si studente dhe tashmë e punësuar që nuk kam përkraje dhe jo vetëm unë po dhe gjeneratat e mia që ndoshta lëshojmë vendin për me shku me jap kontributin dikun tjetër. Edhe sa i përket kësaj pjesës së zgjedhjeve ju bëj apel njerëzve që mos t'i marrin deklaratat në studio dhe me u cilësu personi si tabel qitja, sepse në fakt ata e kanë luftën me liderët politik. Ata nuk e kanë luftën